po mos ke ditë gjykimi, po mos besosh ke Zoti, do ta marrësh se s'bën vesh nëse tjetri është i sinqert apo jo. Kurse bindja e vazhdimit kësaj bote me daljen para Zotit, edhe atjet një gjyqi ku do ndahen gjithë gjanat, do ftyllohen gjitha, e relakson njeriu në raport me njeriu. Dhe kjo bën që natyra bazë e njeriu të jetë që është një qenie edhe e mbrëmshme edhe e jashtme, po kjo bëhet e rëndësishme vetëm pra nëse ja bashkangjisim këtë që na vjen nga ajeti kuranor, sepse e mbrëmshmja është diçka ku njeriu është vetëm me Zotin e vet. Dhe e jashtmja është diçka ku njeriu është me Zotin, se gjithmonë është, besimtari është me Zotin, po është edhe nën praninë turbulluese, shqetësuese shpesh të tjerëve, që ja prish gjithë llogaritë, gjithë planet e kështu me radhë me qenë. Dhe në mënyra se si kjo marrëdhënie midis brendshmes dhe të jashtmes ka ato parametrat e veta, në Islam është e parapame,